Përshëndetje të dashur fëmijë dhe mirë se veni në edicionin festiv për fëmijë të Radio Kosovës. Sot, në studio, kemi një ndër moshatarët më të suksesshëm të vitit 2025, Kaan Krasniqi. Ai njihet për sukseset e tij në fushën e teknologjisë. Ai ka marrë çmimin Ylli i Diasporës, e cila e vlerëson dhe nderon arritjet e tij jashtë vendit, dhe që kanë spikatur edhe në vende të tjera. Po ashtu, ai është themeluesi i Mindloop, që tregon që ka ndërtuar një urë të re mes teknologjisë dhe komunitetit të popullit shqiptar. Bashkë me të, do të flasim për sukseset e tij, por po ashtu edhe për sfidat që ka hasur. Andaj, për më shumë, ju ftoj që ta ndiqni intervistën në vijim. Përshëndetje. Përshëndetje si. Mirë, faleminderit ju. Mirë. Kaan, apo na tregon diçka për veten? Po, pra unë jam Kaan Krasniqi, jem 14 vjeçar, kam lindur dhe jam rritur në Prishtinë. Pra unë mirë më të shumë jam pasionant të inteligjencës artificiale, teknologjisë në përgjithësi, dhe kohën e lirë shfrytëzoj duke krijuar agent të inteligjencës artificiale, por edhe platforma që kanë synim lidhjen mes edukimit, sistemit arsimor dhe inteligjencës artificiale. Nga lindi dashuria për teknologjinë? Dashuria për teknologjinë ka lindë që në një moshë të hershme, ka qenë si lloj jam inspiruar nga figura shumë të mëdha botërore, ku kam parë se sa aplikacione të mëdha po ndërtojnë, kam lexuar libra të ndryshëm, biografi dhe jam inspiruar shumë dhe më pas kam filluar të mësoj kodin. Së fundmi jeni shpallur Ylli i Diasporës. Çka do të thotë ky çmim për ju? Po, ky është një çmim që ka qenë mjaft gari vështirë, është organizuar nga Business Magazine Albania, një nga gazetat më të mëdha që kanë të bëjnë me inovacionin, pashtu dhe sipërmarrjen, dhe ka qenë një garë shumë e vështirë, ku kanë qenë kandidatë edhe një nga krijuesit e ChatGPT-s, Mira Murati, ka qenë edhe sipërmarrës dhe inovatorë të tjerë të teknologjisë. Është pra një çmim që vlerëson kontributin e një personi që ka peshë në ndikim në gjithë shqiptarët anë mban botës, dhe është një ndjenjë mirë, sepse vlerësohet puna që kanë bërë gjatë vitit 2025. A kem suksese tjera që të mbash mend nga viti 2025? Po, fillimisht viti 2025 ka qenë, më të themi, një nga vitet që unë kam pasur ndryshime mjaft të mëdha dhe kam korrur suksese më së shumti, dhe shpresoj që të vazhdoj kështu. Mendoj që në ky vit më së shumti ka qenë pra edhe disa suksese tjera ju të përmendura. Për shembull, kam krijuar platformën Mindloop AI, që është një platformë që përmenda edhe më herët që shënon mësimin e personalizuar me inteligjencë artificiale. Po ashtu kam qenë pjesëmarrës në një konferencë ndërkombëtare për teknologjinë më e madhe në Evropë, ku kam takuar dhe shumë inovatorë të tjerë të teknologjisë. Po ashtu edhe bashkë me motrën time jam munduar që edhe ta inspiroj edhe atë të krijoj aplikacione ndryshme, ku bashkë me të kemi krijuar edhe një aplikacion për matematikë. Çfarë bëni në kohën e lirë përveç se mirëni me teknologji? A keni ndonjë pasion tjetër? Mendoj që pasioni im kryesor është teknologjia, por jam edhe sportdashës, pra më pëlqen edhe sporti dhe aktivitetet e tjera. Natyra më pëlqen shumë, pra të dal në natyrë dhe aktivitete, por mendoj që më së shumti jam i lidhur me teknologjinë, sepse aty shoh atë që mund të jap kontribut më së shumti dhe nuk e ndjej lodhjen edhe nëse vazhdoj për orë të tëra për të koduar apo për të krijuar diçka. Je aktiv edhe në shkollë dhe mund të na tregosh se si e menaxhon kohën mes detyrave të shkollës dhe teknologjisë? Po, pra në shkollë fillimisht ka pasur edhe shumë role të mëdha të leadershipit, që kam pasur shumë përgjegjësi, ku në shkollë kam qenë një nismëtar i një fryme në mbar shkollat e Kosovës për të implementuar inteligjencën artificiale në mësim. Kemi zhvilluar aktivitete çdo muaj, çdo javë, duke u koncentruar më shumë në këtë temë, dhe jam pra shumë i kënaqur me të gjithë shkollën time, me të gjithë nxënësit që janë pra optimist për implementimin e inteligjencës artificiale në mësim, dhe mendoj për shembull se do të jemi
një nga vendet shpresoj që të jemi një nga vendet e para në Ballkan apo edhe më tej që do të implementojmë inteligjencën artificiale në mësim, ku edhe do të jemi ndoshta pjesë grupi i parë që do të përfshihet në një pilot program të kësaj revolucioni mund ta quajmë. Këtë vit ka përparuar shumë edhe teknologjia. Si e shihni ju këtë avancim? Po, që nga vitet e kaluara, pra mendoj që viti ku ka ndryshuar gjithçka ka qenë kur është lansuar ChatGPT, pra ka 2 deri në 3 vite më parë. Ajo sepse ka qenë large language model i parë që është lansuar në treg për përdoruesit dhe ka qenë një ndryshim mjaft i madh, ku pastaj kanë filluar edhe që pra OpenAI të ketë një lloj ta bëj të aksesuar modelin për gjithë developerët, programerët, që edhe ata të ndërtojnë mbi bazën e këtyre modeleve të inteligjencës artificiale, ku më pas edhe për shembull janë krijuar shumë prototipe dhe aplikacione të tjera që përdorin modelet e inteligjencës artificiale. Dhe kjo ka nxitur një lloj është sikur koha e internetit, pra pas vitit 2000, ku ka qenë ajo koha e website-eve, aplikacioneve që ka qenë shpërthimi më i madh ekonomik, por mendoj që tash është koha ku gjithçka do të jetë lidhur me inteligjencën artificiale dhe krijuesit do të ndërtojnë mbi këta model, por dhe e kështu me radhë. Domethënë, mendoj që viti i ndryshimit ka qenë 2-3 vite më parë, por tash po shohim ndryshime mbi ndryshime të tjera, por ndryshimi më i madh ka qenë kur është lansuar ky model. Si e përdor ti dhe moshatarët e tu ChatGPT-n? Po, sipas statistikave shumica e nxënësve nuk po them me përqindje të sakta, por me fikse, por shumica prej tyre e përdorin ChatGPT-n për përdorime për mësim, për studime, për detyra, për përgjigje të shpejta dhe edhe unë e pranoj që e përdori për këto gjëra më shumti, por ka edhe raste kur e përdori për të zhvilluar kuriozitetin tim. Kaon, a keni një mesazh për gjithë ata që po na ndjekin? Po, nëse audienca është fëmijë, atëherë mendoj që mesazhi im për ta është që ta ndjekin pasionin e tyre, nuk do të thotë asesi që pasioni i tyre detyrimisht të jetë inteligjenca artificiale, pra nëse do të jemi gjithë programer, atëherë nuk do të kishte punë tjera, nuk do të zhvilloheshin sektore të tjerë. Mendoj që ta zhvillojnë pasionin e tyre, ashtu siç edhe ju bëni, për shembull, që në moshë të hershme nuk e keni lënë me prit deri në moshën 18 vjeçare, por keni filluar në një moshë të hershme për të krijuar një emision, edhe pra bashkëmoshëtarët e tjerë të mos presin deri në moshën 18 vjeçare për të ndjekur ëndrrën e tyre. Me qenë se tani jemi në fund të emisionit të sotëm, a ke ndonjë urim për të gjithë shikuesit e Radio Kosovës? Po, ju uroj gjithë shikuesve të Radio Televizionit të Kosovës festat dhe ju uroj një vit të ri të mbar dhe shpresoj që gjithë pra të korrin suksese anë mban botës, gjithë shqiptarët anë mban botës. Të dashur miq, e dim që kemi shumë të flasim rreth teknologjisë dhe inovacionit të saj, por kemi ardhur në fund të emisionit. Ju urojmë festat nga Onhira Cakolli, Erblina Gashi dhe Kaon Krasniqi. Faleminderit që ishit me ne dhe që ndroni me ne për në emisionet të ardhshme.